Përshëndetje të nderuar, ku do që jeni, ku do që ndodheni, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Dëshiroj t'ju lus që videon time ta shikoni deri në fund. Dhe nëse kjo video ju pëlqen, atëherë bëjeni like dhe abonohuni në kanalin tim. Hidajet Fetahi, Islami është ndryshe, Islam is anders. Çka dua të flas sot? Për një dukuri e cila ka kapluar çdo cep të familjeve tona shqiptare muslimane. Vdes familjari, vdes babai, ndron jetë babai, djali vrapon, ta gjeje hoxhën. Hoxha pastaj i mledh edhe një 4-5 kolegë të vetë. Dhe ky dëshiron që të organizoj që hoxhallarët t'i këndojnë babait të tij një mevlut, që hoxhallarët t'i këndojnë Yasin, që hoxhallarët t'a bojnë një hatme, t'i këndojnë disa pjesë të Kuranit, dhe paguanin gratë i shkreti para. Ndoshta ja ka mbush mendën dikush, ndoshta ai vetvetiu është i mbushur, i magjepsur me pralla e masale nalte poshte përpjet, se këto gjëra, gjoja familjarit, qoftë babai, qoftë nëna, qoftë dikush tjetër i familjes, do t'i bëj dobi pas vdekjes. Jo, nuk i bon asnjë dobi. Pse? Shumë e thjesht, nuk ka bazë një dukuri, një fenomen i tillë. Këto zakone, këto adete, nuk kanë bazë në Islam, o të dashurit e mi. Absolutisht hiç, as pak. Janë të shpikura qindra vite pas vdekjes së pejgamberit të Allahut, alayhi salatu wassalam. Ti ka mundësi që me babai nuk ke fol deri në momentin e vdekjes. A e dini se ka hoxhallar? Po e përsëris, hoxhallar ka, të cilët juve ju këndojnë hatme, të cilët juve ju këndojnë Yasin për të vdekur, që me babat e tyre, me etërit e tyre, me baballarët e tyre nuk kanë folur. Deri sa ka ndruar jetë, gjali nuk i ka fol, a gjali hoq, me shall, me atë shallin, gjisma e bardh, gjisma e kuqe, si ajo ngjyra e Coca-Colës. Apo, ashtu është. Dhe ka edhe më keq. Ka edhe baballar që kanë qenë vetë hoxhallar, edhe gjemti kanë hoxhallar, dhe djali hoq, babai nuk i ka fol, nuk i ka shku në xhenazë, nuk ja ka lajt xhenazën, aty të shet mend, ti merr paret, një Yasin 50 euro, 50 franga, një hatme ku të diun sa 100 franga, 100 euro. Shiko, Yasinin që të lexon hoxha, që të reciton hoxha për të vdekur. Dëgjo mirë, o i dashurim, o e dashura ime. Në surën Yasin, në atë surë që ti ja jep hoxhës parat, që të ta recitoj, të këndoj për të vdekurin tënd, shkruan shumë qartë dhe shumë thjesht. Ne, thot Allahu në surën Yasin, në ajet Kurani, e zbritëm Kuranin për të gjallë. Pra, Kurani nuk ka zbrit pasi që ti të ndrojsh jetë, dhe të dalë gjalli ose dikush i familjes të recitoj ti sure Kurani. Dhe kjo do të bëj dobi. Po e përsëris, ka raste, kemi pa raste, shohim raste, kur rezervohen në restorane, bohen bankete me vlutin brenda në restoran. Ore, a jeni në rregull ju, o musliman të mi? Restorani rezervohet me 200-300 misafir të thirrur me rastin e vdekjes së babës. Çka organizohet brenda? Me vlut, hatme, Yasin, ilahije. Ore, imagjinonja sikur profeti i Zotit të qohet nga vari dhe të na vizitoj neve. Çka do shoh? E para e punës që do bëj, do ja u marr licencat hoxhallarëve me 90%. Nuk do ju lejoj më ato të jeni imam. Besonja këtë, ose edhe hoxhanica nëse janë. S'ka bo kur gjo, kur një nuk kam mësu në shkollë, s'ka kry kur një shkollë për fejën. Dhe çka? Vetë vetën e quan teologe. Vetëm e vetëm se Kuranin e dim përmenç. Për shembull, ka mundësi të jetë hafize e Kuranit. Ose hafiz i Kuranit. Dhe çka? Medresen e ka kry me të njofsh.
pa shku asnjëherë, pa ullë të bankat e shkollës. Universitet, ka marrë diplomë, universiteti, pa qenë kurin universitet. Po për qenë teologe, muslimane, ti duhet kesh spaku një bachelor, duhet kesh një master, duhet kesh doktoratur të thirrësh në teologji, të jesh person kompetent për të quajtur teolog apo teologe muslimane. Dhe këta ju manipulojnë, ju kanë manipuluar, vazhdojnë që manipulojnë, dhe ti ndëgjon në kohën kur çka është një kohë, një epokë e internetit, që mjafton të shkruash fjalin, hatme, këndim Jasini, ku ta di unë shka me vlude, është kjo kompatibël me islamin tim? Do të shosh, do të kesh mija informacion. Nuk ka bas islami kjo as pak. Dhe ajo që mund të bësh ti për babën tënde, për nënën tënde, nëse aq shumë i paske dashur, atëherë derisa janë gjallë, shko te baba, vizitoje babën, bëne zjarret babën, nënën, duje babën, jepja 100 euro, 200 euro, që ajo të ndjehet e kënaqur, që babaj të ndjehet i rehatshëm. Mos ja i tho shpirtin, ka vdek nëna, e merr babën e çon te streha, e lën streha në shtëpisë, e çet për jashtë, e përzi. Ka vdek baba, nënën e merr, e çet për jashtë, e përzi prej shtëpie. Vdes ajo, shkon te hoxhallarët, i grumbullon, merr, këndon Jasina, këndon hatme, muhalla thot, "Ua, çfarë gjali pas ka pas. Edhe ti me nënën unë kur të vdes, e ne ai baba, e ne unë kur të vdes të më këndosh Jasin, sa të mundish." Jo, jo. Pejgamberi i Allahut ka lënë porosi për këtë. A je musliman ti? A e don ti profetin e Zotit? A e beson profetin e Allahut? A e beson Kur'anin? A e beson Islamin? Ndëgjo nëse i beson. A i ka lënë 3 porosi që të ndjekin pas vdekjes. Ajo është, nëse ti, duke qenë gjallë, vetë ke lexuar Kur'an, vetë je interesuar ke studiuar fjalën e Allahut, dhe ke punuar diçka me veprat e tua, dhe e ke lënë pas vdekjes që njerëzimi pastaj ka dobi nga ajo që ti ke lënë, si trashëgimi, qoftë në dije, qoftë në pasuri, qoftë ke ndërtuar diçka, dhe çka popullata ka dobi, ka herbi asaj që ti e ke lënë pas vdekjes. Dhe 2, në qoftë se ke lënë fëmijë, xhelat, evlat, të cilët në lutjet e tyre fetare të kujtojnë Rabbena gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, thot Allahu në Kur'an. Të mjafton të ta thot këtë vladi. Dhe 3, e treta që ka thonë Resulullah, është sadakaja. Sadakaja e rrjedhshme, ose sadakaja e njëhershme. Sadakaja e rrjedhshme do ishte edhe më mirë, të ndërtosh një usjellës, të japësh, të kontribuosh për një usjellës, për një pus ku njerëzit të pinë ujë, të ndërtosh një copë rrugic ku dikush nuk ka pas mundësi të ketë rrugë, një muhall për shembull ta ketë një ndriçim, dhe ti e çon një dritë atje. Çka? Në emën të babës, në emën të nënës, në emën të familjarit që të ka vdekur. Dhe kjo i shkon, këto i shkojnë. Por hatmja, Jasini, me vludi që ti e bën, do me thonë, me vlud, çka është? Ditëlindja, festa e pejgamberit, kur ka lind pejgamberi. Nëse kthehemi, ai kur ka lind është një herë në vit, ta caktojsh atë datën. Edhe pse kjo është bidat, por hajde do të themi atëherë. Po ti bën me vlut edhe kur hin në shtëpinë e re. Ti bën me vlut kur e marton djalin, bën me vlut kur e fejon vajzën. Ku ta di unë çka lloj sinetije, ku e di, bën me vlut. Çka me vlut? O njerëz, këto janë sende të cilit janë të shpikuna, të futuna në traditën islame, që me islamin nuk kanë as pak lidhje. Hiç, zero. Dhe largohu, mos u mashtro, mos u manipulo. Ai ndëgjove 3 porosit që i ka lënë Resulullahu, që neve do të na ndjekin pas vdekjes. Pra, atë që ke bërë ti vetë me dorën tënde, me gojën tënde, me punën tënde të herit, istabiqul khairat, bëni gara në të mira, thot Allahu në Kur'an, dhe ti ke lënë diçka për vetveten tënde. Pas, çka të tjerët kanë dobi nga ajo, kjo do të vijë edhe pas vdekjes. Dhe e dyta, në qoftë se ke lënë, do me thonë, evlat, fëmijë, të cilët do të kujtojnë, do të luten për ty, do të bëjnë dua për ty kur do të bëjnë namaz. Ose s'ka lidhje,
dua të lutem për ty. Dhe e treta, sadakaja lëmosha që e jep e vladi jot për ty, ose buri jot, ose bashkëshorti, ose baba, ose vllau, kush tjetë, për atë familjar i cili ka ndruje. Në këto 3 raste do të vinë, edhe pasi që ke vdekur, të qirat janë krejt për xhepa të hoxhallarëve. Vetëm plaçkitje, të plaçkitin hoxhallarët, nuk ka hoxh. Wallahi, nga 10 hoxhallar, 9 do të thujnë bane këtë. Njoni ndoshta mund të thotë jo, mos e ban. Mos i ngjekni këto punë, se ato vetëm i mbushin xhepat e vet. Normalisht ai nuk thotë mos e ban. Do të kënaqet, do i dorët di fërkoje. Kur ti thuash ti hajde, në thotë që ti marrën një 7-8 kolegë, ka 100-800 euro duhet në hapësh, e ne dhe ta këndojmë një hatme për babën. Inshallah Zoti e bën magfiret. Zoti e ka bën magfiret atë në saj, kur ka qenë gjallë, e ka ditë se Allahu do ta pres një ditë. Do me thonë, a pregadit për takimin me Zotin. Kjo dhe e shpëtoje. Hatmi ati hoqës nuk e shpëtoj. Anë dëgjove mirë. Asë njëherë hiq. Ai nëse vetë duke qenë gjallë, i ka bo hatmet, i ka lexu Kuranin, ka bo punë mira, ka qenë i drejt, ka qenë i sinqert, nuk ka qenë i lexhi, nuk ka qenë brasës, nuk ka qenë zinaqar, nuk ka qenë renacak. Pra çka ka qenë besimtari sinqert. Kjo do i vazhdoje. Dhe në qofë se ti do lutesh, lutu për ata. Mos jep pare, mos hudh pare të hoxhallarët. Shkoj jepi paret për sadaka, për lëmosh rjetëse. Ajo do i shkoj prindit. Dhe prindin mos e hidhëro, mos ja merr rrogën prindit, mos ja merr benzin, mos ja ha nënës benzin, mos ja ha babës benzin, mos ja i thto shpirtin, duke qenë gjallë. Dhe pasi që të vdes, i mbledh hoxhallarët dhe bon hatme, bon mevlute, rezervon restorane. Po Islami nuk është banket. Ti bon banket. Çka i gjahan ajo? A darë së bon tija? Për babën që ka vdeka? Shqyqirë që shkoj. Lumi unë, shta i mbeta vetë, shta i jam rahat. Merë nënën qitë të streha. Jetëtoja shpirtin për dit. Edhe qka? Haja benzin, haja pare. Edhe bahu se ti e shikon. Jo, nuk e shikon ti. Pare të asaj e shikon. Ajo e ka benzin. Ajo e ka rogën e vete. O ti bagar. Dhe mësu lavdro për jashtë në muha. Se kjo nuk është islame. Islama është i qesh i respektushëm, i ndërgjetshëm. Qesh i disciplinum, qesh me njeri me tërbije, qesh fëmijë me tërbije, përderisa e ke i prindin gjallë. Përderisa i ke prindet gjallë, digju, piqu për ata. Pyeti ata, shikoj ata, bani zjarjet, vizitoj. Pyetja o halin. Ore, kur të vdesën ka shkoj, ka mbaru, krejt, shkoj. Jep një sadaka për atë dhe u kry. Sadaka, rjetëse. Në kuptove? Mos i mbush xhepat e hoxhallarëve, se kjo është vetëm plaçkitje. Kjo është plaçkitje nga ana e hoxhallarëve. Kur gjë këtu nuk ka. Hiç. Atë që more derisa ishe gjallë. A ditë që ndrove jetë, shkove te Allah, shkove te Zoti yt. Është ajo që ke marrë me vete. Dhe nëse ke lanë dikon të herit pas, qofshin punët e tua, qofshin e vlat, ose ti duke qenë gjallë, ke dhanë sadaka, nuk e ke ndalë dorën, ajo do të vi, ajo do të boje herë dhe dobi edhe pas vdekjes. Kur gjë tjetër, as jasin, as me vlut, as hatme, mos i mbushni xhepat e hoxhallarëve, mosni, se u amurën krejt paret duke ju mashtru, duke ju manipulu, duke ju rrejt, se në përmjet këtyre këndimeve të jasinive, me vluteve dhe hatmeve, babai, prindi, nana, ku ta diun familjari, do të ketë dobi. Jo, e ndëgjove video, ndëgjoje mirë video, deri në fund, mos më paragjiko para se me dëgjua, dhe mos i nxjerr fjalët e mia nga konteksti, ndëgjoje mirë me vëmendje. Ki durim të lutë në emën të Allah, se nuk kam treguar pralla, nuk tregoj pralla, as masallë, por e them gjenezën, e them bërthamën, e them të vërtetën, e cila të ndihmon ty, por më ndihmon edhe mu. Duke edukuar vetë vetën, mundohem të edukoj edhe dikon tjetër.
Askujt nuk i mba unë këshill nëse vetë nuk e kam sprovuar. Prandaj, kujdes, dëgjo me vëmendje dhe në qoftë se të ka pëlqyer, atëherë bëje një like dhe bëhu abonent, abonohu në kanalin tim. Do të isha mirënjohës. Ju falënderit për durimin. Inshallah dëgjohemi në video të radhës. Deri atëherë, mirë u pafshim.